nga Balluku që po hetohet nga Spaku, apo jo? Ne kemi të bëjmë me një urdhër të Edi Ramës për firmën turke që duhet fitojë tunelin e Llogaras. Qartësisht po e artikulon opozita këtë dhe qartësisht po do të artikuloj prapë sot përballë kryeministrisë që është një aferë Rama-Balluku. Pra Rama është kryesori, Balluku është zbatuesja. Këtu fillon çështja. Çështja fillon te kjo që Edi Rama, një njeri që pa firmosur ka shkaktuar një val aferash, si që nga instalatorët, sterilizimi, tuneli Llogaras dhe tjera që ende nuk kanë filluar hetimet, bën sot partizanin e drejtësisë, bën partizanin e njeriu të ndershëm dhe flet për kumbulla dhe fruta dhe perime që hahen brapa shpinës tij, ndërkohë që është vetë ai autori. Pra problemi